Këngëtarja e njohur, Angjelusha Salihu, e njohur për publikun edhe me emrin Angji, ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, një këngë të veçantë dhe të jetë të ndjerë, e dedikuar një prej periudhave më të rëndësishme dhe më delikate në jetën e një gruaje, pritjes së ëmbël. Ky projekt vjen si një rrëfim i sinqert artistik, ku Angji zgjedh të ndajë me publikun jo vetëm muzikën, por edhe një pjesë të shpirtit dhe përjetimeve të saj personale. Kënga mbart një tematik të thellë emocionale, duke reflektuar ndjenjat e përzierë që shoqërojnë këtë fazë: gëzim, emocion, pasiguri, dashuri dhe një ndjenjë e fortë përgjegjësie për jetën e re që po vjen në botë. Një ndër vargjet që ka prekur më së shumti dëgjuesit është: a do të jem nëna më e mirë në botë? Një pyetje e thjeshtë në dukje, por me një peshë të madhe emocionale. Ky varg pasqyron frikën dhe dashurinë e thellë që çdo nënë e ardhshme përjeton, duke e bërë këngën lehtësisht të identifikueshme për shumë gra dhe familje. Projekti nuk ndalet vetëm te muzika. Kënga është shoqëruar edhe me një videoklip artistik, i cili sjell në ekran imazhe të ndjera dhe simbolike, duke përforcuar mesazhin e këngës. Pamjet janë të kuruara me kujdes, duke reflektuar qetësinë, pritjen dhe emocionin që karakterizon këtë periudhë të veçantë, ndërsa Angji shfaqet në një dimension më të brisht dhe më autentik se kurrë më parë. Për realizimin e këtij projekti është përkujdesur Ilir Berani, i cili ka punuar si në aspektin muzikor, ashtu edhe në tekst. Ai ka arritur të krijojë një harmoni të veçantë mes melodisë dhe fjalës, duke i dhënë këngës një ndjeshmëri të rrallë dhe një thellësi emocionale që e bën të dallohet nga projektet e zakonshme. Ky publikim konsiderohet si një ndër projektet më personale të Angjelusha Salihut, duke treguar një anë më intime të artistes dhe një pjekuri artistike që reflekton jo vetëm zhvillimin e saj në muzikë, por edhe në jetën personale. Kënga pritet të prekë zemrat e shumë dëgjuesve dhe të kthehet në një himn për të gjitha gratë që po përjetojnë ose kanë përjetuar këtë etapë të jashtëzakonshme të jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.